Përshëndetje të gjithëve nga Perla with Love Handmade. Këtë herë Perla do të gatuaj për ne një kek me fruta pylli. Përbërësit janë fruta, në këtë rast unë kam lule shtrydhe dhe manafera të kuq nga kopshti jon, 4 vezë, një pluhur pjekës, si dhe sekreti I kekut të shkrifët, 20 shte dhe miell. Para sekreti që keku të dalë I shkrifët është 20 shteja. Si që shikoni, vezët do t'i rrahim së bashku me sheqerin në rasen elektrike. Na duhet diku të 250 gram sheqer. Ne e kemi mësuar dorën dhe nuk I peshojmë më, I bëjmë parafërsisht, por diku të 250 gram sheqer është I nevojshëm, deri në 300 gram, varet sa të ëmbël e dëshironi. Një gotë e gjys janë 300 gram sheqer. I vendosim në rasen elektrike dhe ndërkohë përgatisim një shten diku te 50 deri në 70 gram. Një shten. Si që shikoni, Perla provon çdo gjë që përdor. Miellin, të cilin e kemi në sasi më të madhe, diku te 100 gram. Perla jo vetëm që gatuan dhe e bën të gjithë procedurën vetë, por edhe nëse I derdhe diçka, ajo e pastron me kënaqësinë më të madhe vetë. Këtu po mundohet ta siste, por ishte pak e vështirë dhe ka nevojë për ndihmë. Të gjithë përbërësit do t'i përziejmë në mënyrë të njëtrajtshme, me kujdes, jo shumë shpejt, dhe do t'i vendosim në tavë. Unë kam përdorur dhe letër pjekëse, por nuk është e domosdoshme. Nëse nuk e keni, nuk ka nevojë. Në fund do t'i shtojmë frutat. Në këtë rast unë I kam të ngrira, por të freskëta do t'ishin akoma më mirë. Mund të përdorni çfarë frute të keni dëshirë. Nëse nuk keni fruta, mund të përdorni reçel. Procedura është shumë e thjeshtë, e rëndësishme është rrasja elektrike, sepse sado të mundemi nuk mund të rrahim me dorë në këtë mënyrë kremoze vezët. Pra si që shikoni, ne do t'i provojmë si fillim çdo gjë vetë, e pjekim si fillim në 180 gradë në furrë të ngrohur për 10 minuta, më pas e ulim në 160 gradë dhe më pas 10 minutat e fundit në 150 gradë derisa të kullojë. Keku ka marrë një ngjyrë shumë të bukur dhe ka kulluar në mënyrë perfekte. Tani do ta presim dhe do ta shikojmë se si ka dalë. Në këtë moment që Perla e pret, është akoma e nxehtë. Dhe mirë është që të jetë pak më e ftohtë kur ne e presim kekun. Por fëmijët nuk po presnin dot. Edhe pse është e rrezikshme që të presim me thikë, Perla nuk rri, por do të bëj çdo procedurë vetë. Shikojeni se si ka dalë. Shikojeni të dashur miq se si ka dalë keku.
i mrekullueshëm, shumë i shijshëm. Ju faleminderit që ndiqni videot e mia. Nëse dëshironi, më ndiqni në TikTok me të njëjtin emër, si dhe në faqen tjetër Perla gatuan me mamin. Miropafshim!